Prapë se prapë. Se cili prej rasteve që vinë të kjo, i tha dhe veç janë specifikat të ndryshme. Ka raste kur familjarët kanë ndihmu shumë në rehabilitim dhe isa kanë arë, ka raste kur e kanë përkëtsu gjendjen. Po hajde t'i njohim bashkë disa simptoma që bashkë me ty të letojmë edhe na procedurat tona. Si munde me e ditë onë që një familjar jemi, po përjeton një sulm zemër për shembull, që me unisën e direkt për te jo. Po. Simptomat janë të ndryshme të sulmit në zemër, mirë, po disa simptoma janë të përgjithshme. Për shembull dhimbja e gjoksit, vështirësia në frymëmarrje, po. Dhimbja fort e gjoksit, dhimbja mund të vazhdoj për disa minuta të ndërprehet, mirë, po mundet me qenë edhe vazhdueshme. Pastaj probleme me frymëmarrje, pastaj një zbehje edhe një lodhje shumë e madhe, këto simptoma nuk duhet të neglizhohen. Duhet me një herë të lajmërohet tek mjeku. Pastaj ka dhe simptome tjera, është zbehja, dhimbja epigastrike, dhimbja barkut, dhimbja shpine, sidomos se nuk e ceka të dhimbja gjoksit. Dhimbja gjoksit shpërndahet edhe në nopull, qaf, shpinë, kri, mundet me në njërin kri, ose mundet diskomfortet, dhe më thonë një dhimbje shumë e fortë, për shkak se një shtrëngim shumë i madh i gjoksit. Ajo nuk duhet të neglizhohet. Duhet patjetër të lajmërohet ose në shtëpinë e shëndetit ose të lajmërohet në emergjencë. Këto raste nuk duhet të neglizhohen. Këto simptoma. Këto simptoma, që shumë mirë që i përmende, sepse këto na ndihmojnë me parandalu një sulm. Sepse mund t'jemi në kohë, Ndërkohë, çfarë simptoma na jep një sulm në kokë, në tru, në strop? Sulmi në kokë, domethënë simptomat këtu i kemi një mpirje të një rësan, të dorës, këmbës dhe fytyrës. Pastaj mund të kemi edhe probleme me shikim, pastaj probleme me të folur, pastaj një dhimbje koke e pashpjegueshme, pastaj humbje e koordinimit, ekuilibrit. Këtu do më thonë duhet me njëherë të kërkohet ndihmë mjekësore. Bëhet një testi fast quhet. Do më thonë pacienti do më thonë pytet apo mundet me shqiptu fjalet, pastaj t'i shtrin dy duart a ka ramje të njerëz dorë, pastaj ka të bëj edhe t'i tregoj dhëmbët ose të qesh, për arsye me pa ka në i devijim do më thonë të lëshurjet të njerëz anë të fytyrës. Nëse këto do më thonë i kemi, atër patjetër do më thonë kemi të bëjmë një sulm, ku tek ne tek familjar, do më thonë duhet patjetër më lajmëru, si ti ka simptomat që i përmena ma herët, duhet lajmërohet patjetër tek mjeku dhe të sillet në emergjencë. Në momentin që mrin në emergjencë, na më njëherë ja kërkojmë një CT të trurit, do më thonë në një imazheri kompjuterike. Edhe aty, do më thonë, në bazë të asaj e verifikojmë a kemi të bëjmë me sulm iskemik apo sulm hemoragjik, që janë dy sulmet. Në ndërkohë, kërkohen edhe testet tjera, na nevojit edhe testi glikemisë, pastaj elektrolitet, faktorët të koagulimit, na nevojit edhe një EKG. Dhe presim rezultatin e CT-s. CT-ja na tregon kemi të bëjmë me sulm iskemik apo kemi të bëjmë me sulm hemoragjik. Të sulmi iskemik është si pasojë e mbylljes së enës së gjakut, ndërsa sulmi hemoragjik është pasojë e çarjes së enës së gjakut, të kalimit gjakut, më thonë në sipërfaqen e trurit. Pastaj këtu i kemi edhe trajtimin që dallon. Trajtimi të sulmi iskemik është me dy metoda. Po flas tash pak. Është tromboliza dhe trombektomia. Tromboliza është metodë që përdoret terapi me medikamente. Edhe zakonisht bari parë është alteplaza. Mirë, po këtu ka të bëjë edhe me kohën, gjithashtu edhe me sipërfaqen që e përfshin. Stroku iskemik kemi të bëjmë me një tromb të vogël ose të mesëm, do të thonë edhe në një zonë të caktuar, po ashtu edhe koha është e rëndësishme sepse koha nga fillimi i simptomeve duhet të jetë 4.5 orë. Kjo është, do të thonë, koha që është e vlefshme për trombolizën. Ndërsa trombektomia ka të bëjë me trombin e enë të mëdha, edhe aty ku nuk ka sukses, do të thonë, tromboliza. Kjo është një metodë mekanike ku hyhet, do më thonë, me aparate edhe bëhet tërheqja e trombit në mënyrë mekanike. Ndërsa që mirët, do më thonë, mirët neurologu me radiologun intervent, ndërsa të stroku hemoragjik kemi të bëjmë me gjakderdhje. Më thonë që vjen si pasojë ndonjë rupture, mundet të traumat, pastaj të ndonjë aneurizëm e aortës, edhe kështu që vjen deri te gjakderdhja. Këtu nga njëherë nevojitet edhe intervenimi kirurgjik që duhet të bëhet tërheqja, do të thonë hemoragjisë ose intervenimi në enën e gjakut, mbaret prej neurokirurgut. Do të thonë në këtë rast të mirë neurokirurgut të gjakderdhjet.